Kthehemi në magazinën Bombom për të diskutuar në lidhje me fatin e lumenjve. Organizata EKOZ në partneritet me Riverwatch në kuadër të kampanjës Save the Blue Heart of Europe organizojnë samitin e dytë të lumenjve të Kosovës me moton duke rrjedhur apo duke ushuar, fati i lumenjve të Kosovës. Në një lidhje të drejtë për drejtë së bashku me mua do të jetë Egzona Shala Kadiu, drejtoresh e kësaj organizate jo qeveritare. Zëja Shala, përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve në studio. Shumë kënaqësi dhe faleminderit që gjete kohë që të jesh në këtë lidhje të drejtë për drejtë së bashku me ne. Egzona, dua të nies me pyetjen si është gjendja e lumenjve të Kosovës, se me aq sa jemi të informuar, fati dhe problematikat nuk mungojnë sa i përket lumenjve. Cili është hapi i parë që do të ndërmerrni për t'i rregulluar këto probleme? Po, fatkeqësisht lumenjtë tonë kanë me the edhe vetë shumë probleme të cilat janë të dedikuara kryesisht nga faktori njeri, njëri ndër to të cilët ne po provojmë që ta arrijmë, ta ngrisim vëmendjen është edhe fakti që në parqet kombëtare, duke filluar në burimin e lumenjve tonë, kemi hidrocentrale të cilat e ndalojnë rrjedhën e ujit. Po përveç hidrocentraleve kemi edhe problematika të tjera, siç është ndotja e lumenjve, po ashtu edhe keq përdorimi i sasisë së ujit, apo në anën tjetër edhe lirimet e mëdha në lumenj, shkarkimet e mëdha ndotëse në lumenjtë tonë. Këto janë disa prej çështjeve kryesore që na sot nesër edhe pas nesër do t'i diskutojmë së bashku me ekspertë ndërkombëtar nga IUCN, nga universitetet e ndryshme që kemi sjell në kuadër të kësaj kampanje, po edhe në bashkëpunim me Riverwatchin, që në qeverisjen e ardhshme ta kemi një parapërgatitje, po edhe një vëmendje më të madhe për lumenjët e tonë. Egzona, ashtu siç e tham, problematikat që kanë të mëdha dhe të shumta, po sa ka marrë shteti masa kundër këtyre problematikave, është bërë diçka konkrete? Gjatë 3 viteve të fundit, ne edhe kemi analizuar strategjinë e orientimit të ujrave, nëse mundem të them, në atë aspektin që aty janë të destinuara disa prej objektivave kryesore, po ashtu edhe prej problemeve. Çka kemi hasë dhe çka kemi identifikuar janë disa përmbushje të mangëta në aspektin ligjor, po përndryshe në implementim qeverisja aktuale nuk ka qenë e mirë me lumenjët, e as nuk ka qenë e zëshme sikurse është premtuar që do të jetë karshi lumenjve, karshi objekteve ilegale, në këtë rast hidrocentraleve, sepse kemi vetëm një raport artikuluar në vitin 2021, edhe i cili raport nuk ka rrjedh edhe nuk ka pas as edhe një, ta them, mas zbatuese për 3 vite tutje. Po shpresojmë që me ndryshimet e instancave edhe me ndryshimet e qeverisjes do ta kemi një vigjilencë më të madhe në këtë aspekt, po fatkeqësisht deri më tani vëmendja e lumenjve tonë nuk është aq sa do duhej, duke mos e harruar faktin se ata janë burim i jetës sonë. Egzona, duke marrë parasysh se jemi në atë kohën ku fabrikat, hidrocentralet çdo ditë rriten më shumë, a shohim përkeqësim të situatës në ndër vite? Po, mirë po, përveç të shfrytëzimit të ujit, kemi edhe një përkeqësim të situatës si shkak i ndryshimeve klimatike, sepse Kosova konsiderohet si shtet në stres ujor. Nëse kemi rreshje të mjaftueshme atmosferike gjatë vitit, atëherë kemi edhe sasi të mjaftueshme të ujit të pijes, po që fatkeqësisht me ndryshimet klimatike që po rrjedhin edhe lumenjtë tonë janë pronë e thatësisë, e që qeverisja ka planifikuar disa diga të ndërtohen për ujë të pijes, po procesi deri tanishëm i këtyre digave është shumë dyshues edhe nuk është transparent absolut, por që ne po provojmë që me qenë vigjilent edhe me qenë sa më afër, qoftë me institucionet e tona, qoftë me partnerët e tjerë, qoftë me donatorët, që me udhëzu edhe me ndihmu në aspektin e menaxhimit adekuat të lumenjve tonë. Kemi përmirësime, por ato nuk konsiderohen të mjaftueshme duke u bazuar në gjendjen të cilën aktualisht lumenjtë tonë veç se po e përjetojnë. Formimi i këtyre digave do të shuante probleme të tilla?
Formimi digave nëse do duhej të bëhej në formën me aspektin mjedisor dhe me konsideratën e duhur, e zbut problemin e ujit të pijes, por që parimisht deri më tani ka shumë sfida të cilat janë anashkaluar në këtë proces e që po shpresojmë tash e tutje do të përfshihen. Andaj është bërë dhe samiti, do të thotë me aq sa kemi marrë vesh, është një thirrje për të punuar dhe të menduarit sa i përket lumenjve, nëse ne kam të drejtë. Po, është që lumenjtë tonë t'i lejojmë që t'jenë të lirë, pa pengesa, sepse kemi një tendencë edhe prej bizneseve, për shembull tek Lumbardi i Prizrenit, ku për arsye rekreative, për pushimet të qytetarëve aty vendosen edhe pjesë të betonit mu në zemër të lumit, e që parimisht bizneset mendojnë që peshqit e tanë fluturojnë. Është një tendencë shumë e madhe në keqpërdorim të ujit, në mos monitorim adekuat të sasisë së ujit, të shfrytëzimit të tij, e ky summit provon që me ngrit këtë temë deri në agjendat edhe deri në diskutimet adekuate që do duhej edhe duhet të bëhen tash e tutje për lumenjtë tonë. Në summit janë një mëri ngjarje shefolish që do të marrin pjesë në këtë summit, a mund të na tregoni pak nga to? Po, sot kemi edhe nesër tek Menza Rami Sadiku, jemi tashmë në hapje e sipër të summitin, nga ora 5 e tutje fillojmë. Për herë të parë po provojmë edhe na një formë ndryshe të organizimit, ku kemi muzikë me shpadedën, edhe bashkëbisedime sot vetëm fjalë hyrëse, kurse në ditën e nesërme do të kemi edhe panele të diskutimit, edhe ekspertizë ndërkombëtare për na tregu, për na informu, po ashtu edhe jurist të ndryshëm edhe ekologa të ndryshëm të cilët planifikojnë që të ndajnë njohuritë e tyre dhe rrjetizimin e tyre me pjesëmarrësit edhe me audiencën këtu në përgjithësi. Në fund të këtij summiti priten që të dalin rekomandime, apo jo? Po, në fund të këtij summiti ne e fillojmë realisht me një thirrje e cila është që t'i lejojmë lumenjtë tonë që t'jenë të rrjedhin të lirë edhe që të jenë të pastër, por që sigurisht rekomandimet e tutje që ka planifikojmë do t'i zhvillojmë edhe nesër në ndërkohë, sepse esenca e këtij summitit është që bashkë ne ta vendosim si qytetar të Kosovës, pa marrë parasysh prejardhjen apo pozitën në të cilën e mbajmë, ta vendosim karshi vetës tonë primare fatin e lumenjve tonë. Duhet që të miremi më me seriozisht me këtë aspekt. Egzona, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh në këtë lidhje të drejtë për drejtë bashkë me ne, duke marrë parasysh agjendën tuaj të ngjeshur. Faleminderit shumë dhe ju presim nëse gjeni kohë. Punë të mbarë. Faleminderit shumë, Egzona.